Shumë përshtypje në interviste dëgjova të mëhershme dikun të Valon Malokut, i cili thotë se është aktore shumë e mirë, por gjithmonë ka pas qef me lujt rolet e vajzës së bukur, sepse është bukuroshe, dhe jo role tjera. Dhe pastaj kjo sikur më shtini me mendu. Mirë që e ceke që apo? Okej. Ne ta dim që nuk është e përgatitur se thjesht. Unë jom habit pak me këtë deklaratë Valonin, se ne njihemi prej kohësh, edhe në periudën kur unë kam qenë pjesë e stafit që kemi bashkëpunu me Valonin, ka qenë një rol një gruaje që ju sot e flesni me zotë lartë që zbon me qenë, ka qenë e shtypme. Pa shumë zotë me morë, është ta marë. Ka qenë e shtypme shumë, edhe e tratume të nkome për burrit, edhe ka qenë shoqet ngushtë e ka pas kafshën në shpe lopën. Kështu që tëm kohën, unë edhe sot në teatr, insistoj që mos me marë role të bukura, që do na më tokë bukur. Kam qef me sfidu vetën, edhe nuk është që kam luj gjithmonë role të bukura, por nëse një regjisor vjen edhe thot në falë tim du shpërqit të rol, unë jom e obligume me lujt, sepse jom në ensemble edhe kam për detyr me lujt. Kam insistu disa herë me ndru rolin e të bukurës me diçka tjetër, nëse regjisorës unë ka pa, atërë s'ku mujtë me bo kur gjo. Po në theb, absolutisht, unë kam qef me sfidu vetën, edhe shumë ma rahat njëna nëse luj jo të bukurën. Kjo është para gjykimi që ju bëhat për gjitha gratë. Mendoj që ku kufizohet roli saj vetëm në aspektin fizik dhe si duket. Për ndryshe, shumica burrave, të cilët nuk janë të aftë sa gratë në profesionin e njëjtë, gjithmonë kthehen dhe i sulmojnë gratë për seksualitetin e tyre. E pam edhe në politikë. E pam edhe gjuha brutale që shkon. E përjetojmë çdo ditë. Kështu që në këtë rast. Po pse po e lidh mundet me konë regjisora, ja, nuk do të thotë që është vetë regjisora. Jo, fjala. Po flas për një burr i cili ka marrë çfarë të marrë. Sepse kjo është një akuzë. Është mundu me qit kesh një person. Nuk e di pse, sepse nuk kemi pas ndaj relacion. S'po di. Fatkeqësisht, unë në jetën e përditshme sigurisht i kushtoj rëndësi vetës, edhe njëna mirë me vetën temë, edhe punojnë këtë drejtim. Po, a ju më paragjyku ta njëtën. Dhe më thonë, femnat që kam punu vetë, që ja kanë dalë vetë, edhe që jenë dokë të bukur, gjithmonë ju më paragjyku edhe kom vujt këtë sen ndë vite. Po, gjithsesi, unë jetoj jetën tem që është që shdu une dhe që shmenaj une që është mirë për vetën tem, që une me pas energjit mirë për vetën tem. Andaj rejti që shemer. Shumë bukur e të. Që një gëzuar për tek në ratë, të cilat janë të kanë arrit shumë, kanë ecë për para edhe nuk dërzohen para gjykimeve. Urime vitjeve. Dhe mbaj mend një vajzë e cila duke shumë e re në moshë, dhe mdojnë pa tjetër, unë isha duke kalu prej zyrës ku punoj, diri në market, diri sa kom hyrë në market, kom det, kom di gjanat që kom pas, ajo am ka prit, sepse pashë më shikon, kom hyrë brenda, diri sa kom komplet, ajo më ka prit në rrugë. Dhe kur dalë, thët, ty kështu të prit, veç dhe ishta me taku edhe me thonë që thjesht një moment joti, një koment joti, mu më ka ndimu te për shumë jetën tam, sepse më ka ndimu me zgjedhë rrugën ndoshta më të mirën që është kam për mu, jëmë largu për një lidhje toksike, i cili më ka ndalu edhe në shkollë me vazhdu, dhe ajo komenti jo ta shemboj men edhe komenti së unë që shumë këmë fojë që 6 vjetë, kështu që shpesha lipës për cilin e ki fjallën. Liria është në bitë gjitha, liria nuk kurset ose nuk heket as për nanën, as për babër, as për familjen, as për kërkon, liria jote është në bitë gjithë shka. Dhe thot, atë kom fillu me mendu realisht se që kam të baun. Kështu që sot jom këthy në fakultet, jom kom këthy studimeve, edhe kom gjithë një rrugë falë një deklarate. Kështu që këto jom komentet më të mira kur unë i marë prej grave, prej vajzave, prej djemve të ri, prej burave, që kanë vajza që flasin dhe më bajnë me undi te për mirë, sepse e shoh që në së cilin shtëpi, e shoh në së cilin vend, brenda dhe jashtë Kosovës, po mbrin debatet të cilat na po i hapim, dhe kjo është çmimi më i madh ose shpërblimi më i madh. Mirë po e ndaj, sepse ti e bën në pyetje për gra dhe për vajza, po e ndaj edhe të një burri, i cili kogja në mosh, ai flet për vajzën e tij, e cila kishte mbet fizikisht e dëmtuar nga dhunat që e ka ushtruar ish burri i saj.
Edhe ai thot, so herë i kem pa emisionet, so herë dëgjoj të folë, thot, unë edhe një herë përjetoj dhimbje, thot se nuk kam ditë me përkra kohën kur ajo ka pas nevojë më shumë. Kështu që edhe këto e mbaj mend, unë nuk e di kush është zotëri kon fjalë, nuk i di as emrin e tij, po e mbaj mend që ka qenë koment në rrugë kur jemi taku. Kështu që këto janë ato komentet ose që mbaj më shumë të përshtypje dhe këto janë shpërblimet. Komente tjera në rrjetet sociale ajo kjo, kështu që I love it. kështu që kjo janë ato që mbajnë mu